Rast ekstreme çfarë janë në ndjes e përmendën aty. Kur fëmijët edhe të moshës 9 vjeçare janë raportuar që kanë filluar abuzimin me kanaboide, me droga të rrita. Një fëmijë vetëm 9 vjeçar është rasti më ekstrem i raportuar i përdorimit të drogës në Kosovë, duke ngritur shqetësime për përfshirjen gjithnjë më të hershme të miturve në përdorimin e substancave narkotike. Marijuana mbetet substanca më e përdorur nga të miturit, ndërsa grup moshat më të rrezikuara për fillimin e përdorimit të drogës janë 14 deri në 17 vjeç. Kështu tha për Arbre Shemfo, drejtori i qendrës specialistike psikiatrike Labirint, Safet Blakaj. Po ka rënë në nivelin të cilën më nuk ka qysh më ra më poshtë, si të që tjetë grup moshat më të atakuara për fillimin e përdorimit të drogave tek nxënësat e shkollës janë mosha 14, 15, 16, 17. Që kjo është që përfshin. Në klinikën e psikiatrisë, rastet e lidhura me varësinë paraqiten çdo ditë. Drejtori i kësaj klinike Faton Kutlovci, në një intervistë për Arbre Shemfo, tha se deri tani, gjatë vitit 2026, 90 persona kanë marrë shërbime spitalore me rreth 760 ditë trajtimi. Sipas Kutlovcit, mungesa e informimit dhe dëshira për të pranuar nga shoqëria janë ndër faktorët kryesor që i shtyjnë të rinjt drejt përdorimit të drogës. Në vitin 2024 kemi pas 109 persona që kanë marrë shërbimet spitalore me 1038 ditë shërimi. Në vitin 2025 pastaj kanë qenë 153 persona, do të thotë kemi për 50 numrin e personave që kanë marrë shërbime spitalore në klinikën e repartin e smundjeve të varësisë me 1468 ditë shërimi, ditë mjekimi, dhe deri tani në vitin 2026 kemi 90 persona që kanë marrë këto shërbime me rreth 760 ditë trajtimi ose ditë mjekimi. Ndërkohë, policia e Kosovës, në një përgjigje për Arbre Shemfo, bëri të ditur se në kuadër të planit operativ Stop Drogave në shkolla 2026 janë evidentuar 59 raste, prej tyre 16 për trafikim e 43 për posedim të substancave narkotike. Sipas policisë, gjatë aksioneve janë identifikuar 74 persona, ndërsa janë sekuestruar 2 kg e 339 gram marijuan, 147.18 gram kokain, 25 gram ekstazi dhe 1.7 gram hashash. Nga numri i përgjithshëm i të arrestuarve, 72 janë meshkuj, ndërsa 2 janë femra. Ekspertët vlerësojnë se luftimi i këtij fenomeni nuk mund të mbetet vetëm në duart e policisë, por kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm mes shkollave, prindërve dhe profesionistëve që merren me trajtimin e varësive.